Letje të dashur miq, sot do të përgatisim pastiqe. Na duan makarona, mish të grirë, piper të kuq, piper të zi, krip, gjalp, djath, miell dhe qumësh. Fillim kemi marrë një tenxhere që mbushur me ujë. Këtë e kemi për të zier makarona në gjysmë. Marr dhe një tenxhere tjetër për të bërë beshameli. Si fillim edhim gjalpin, sa të shkripat gjalpin, në shkry gjalpin edhim njërin, dhe tani edhim qumshtin, edhim pak krip, pak piper të zi, pak piper të kuq dhe përziem derisa të trashen. Dhe beshameli u trash në këtë mënyrë dhe heqim me një. Në tenxheren me ujë për makaronat edhim një lugë krip dhe pastaj edhim makarona dhe i lëm në gjysmë zjeri. Edhim pak vaj, lëm pak të skuqet, edhim mishin. Ta vërdisim mishin derisa të marrë pak ngjyrë. Ka marrë ngjyrë, edhim pak krip, pak piper të kuq, pak piper të zi, dhe përzim dhe heqim nga zjarri. Pasi kemi zier makaronat, i kemi bërë në gjysmë zjere, marrim një tavë dhe i shtrojmë. Shtrojmë gjysmën e makaronat dhe në mes e bëjmë me 2 shtresa dhe në mes shtrojmë mishin. Kemi shtrojmë mishin, edhim shtresën e 2 të makaronave. Edhim beshameli. Dhe në fund edhim djathin. Dhe vëm përpjekje në 200 gradë. Dhe tani e nxjerrim nga furra. Ky ishte përfundimi i pastiqes të dashur miq. Nëse ju pëlqeu, më bëni like, subscribe, shihemi në videot e radhës. Ju faleminderit.